mriti nga Shqipëria. Tani, futeni brenda, pasi. Okej. Tu je tjeta, Sir Davy. Tu je tjeta, Sir Mucho. Jeni lodhur, besoj, urdhroni. Urdhroni, ulluni. Sir Mucho, kemi kohë që u presim. Shumë u vonua. Amerika ka nevojë për ndihmën tuaj. Keni të drejtë, po kemi pasur oferta të tjera ndaj janë vonuar. Po eksperienca juaj është aq e madhe sa ju nuk I keni zënë kot 3 vendet e para në botë për ekonominë, ushqimare dhe demokraci. Jo 3, Sir, po 4. 4? Kohët e fundit kemi zënë vendin e parë për korrupsionin. Okej, edhe për korrupsion. Diskutohet për të marrë çmimin Nobel. Po ku shumë? Veç po na e mori Somalia. Jo, Sir Mucho, ku Somalia, ku Shqipëria? Gëzuar, Sir Mucho, gëzuar. Në shenjë miqësie dëshiroj që të ndrojmë kapelet së bashku. Po si? Pranoni? Urdhoni. O, sa lezet të ke, Mucho të keqe, sa lezet të ke në kapele, Unë Mucho, unë të keqe, Unë zoti Mucho, unë po më thuaj, ama gjithë këto arritje madhështore në Shqipëri, si keni arritur? Ja dedikojmë partive politike, Sir. A dhe shtije? Partive politike? Po mirë, sa janë ato 2, 3, 4, sa janë Raman keqe? Kur u nisa unë me gomone nga Vlora ishin 20. Po 20, e? Sa brita në portin e New Yorkut, me njoftuan me solar se... Me celular? Celular, po me solar punon. Po djur hajde! Që përparime ka bërë Shqipëria! Celulari me solar! U bën 56. 56? Hajde! Po mirëm, po... Këto parti do më dhe në kështu... Na numerike dhe mund si... Këto parti, për shembull, si të them unë, këto partit e majta bëjnë qeverisjet e djathta. Nësa partit e djathta bëjnë qeverisjet e majtë. Nga pikpamja numerike. Nga numerike, e kuptoj. Ka parti që nuk kanë kryetar, po kanë antar. Ka të tjera që kanë antar, po s'kanë kryetar. Hajde s'përparime, pa. Po mirë, kur këto parti marrin pushtetin e zoti Mucho, nga janë nisi në Rama? A si në të leku, Sir. Ta dhe shtje, synë të leku. Qarë synë të leku? I shkurtojnë atë! Jo vetëm atë, Sir, po shkurtojnë rrogat, pensionet, orët e punës. Edhe orët e punëse? Tek ne njerëzit nuk punojnë, rinë kafeneve. Ta dhe shtje, po miro administrata shtetërore nuk mblidhen për to probleme? Mblidhen, ditën që marrin rrogat. Po ditë të tira shbena, Raman? Pallariu! Mbriti Ariu në Shqipëri! Ta dhe shtje, zoti Mucho, gëzuar është mirë gëzuar. Jam I sjellë dhe të keqen. Ashtu. Të keqen, vllajca më. Sir Mucho, do t'ju lutem shumë të më jepni përshtypjet tuaja nga New Yorku. Po si të them këtu tek juve ka shumë gjelbërim. Ka shumë pemë, shumë stola, përse nuk bëni si tek ne. I prisni pemët, I zhdukni stolat dhe ulluni në kuti kartoni ose në Rogoza. Rogoza u dërgojmë ne me shumicë. Rogoza? Zgjidhje originale antike. Në një vrejtje tjetër, ju lutem pa rezerva. Tani këtu tek juve kudo që të ish do paguash. Hyrë në park gër paratë. Harxhon ujë, energji elektrike, gër paratë. Bën biseda telefonike gër paratë. Se nuk I bëni këto shërbime si tek ne, pa para. Pse tek ju në Shqipëri nuk paguajnë qytetarët për këto shërbime? Jo. Kjo është demokraci. Te ne je I detyruar të paguash vetëm kur ke ndonjë urgjencë. Për shembull, kur hin në ndonjë hale. Hale. WC baras hale. Hale. Emri bukur. Shumë I bukur, vetëm që bie erë. Gëzuar, Sir Mucho. Gëzuar. Mana Mucho të keqen vllai. O Sir Mucho, po kështu me rendin e gjyqeni Raman, keni ndonjë probleme ja? S'kemi pasur kur probleme. Hiç, Ne jemi të qetë se ligjin e bëjmë vetë. Dhe bëni vetë.
O, sa mire, o, zoti Muqo, po kështu kur des njeri e këto funeralit, si bëjnë në man, panguni, as panguni, se këtu në Amerike, pa, të gëjnë. Problemin e kemi të zgjidhur. Gropën na e bëjnë falas. Ta që kam dëgjuar unë të bëfsha gropë. Gomam, atë gropë na e bëjnë falas. Të keqen, vajre, qa më thejë. E po mirë se të vishë gjithë njërë të keqen. Të lumë që kemët e zoti Muqo. Biznesmenet tuaj, a do të vinë në Shqipëri? Unë do t'i njës turma, të vinë të marë eksperiencë të Le të vinë, të këne nuk ka dallim raciale. Kushdo që të vi, gropën në ja bëjnë falas. Ashtë të falem dhe atë të më preja. Rukë të parë. Goodbye, Sarmuqo.